qoftë në fushën energjetikës apo fushën. Me qëllim zgjerimin, nxitjen dhe implementimin e përvojave më të mira në fushën e shërbimeve postare dhe financiare, u zhvillua takimi nëpërmjet përfaqësuesve të dy administratave postare të Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlin Glazimi, deklaroi se do të asistojë Postën Kosovare për të ofruar shërbime për shtetasit kosovar. Të dy institucionet tona janë të prirura për të dëshmuar qartazi që ideja e një tregu të përbashkët rajonal, qoftë në fushën energjetikës apo në fusha të tjera, është më se normale ose më se e arritshme edhe në arritjen apo realizimin e një tregu të përbashkët rajonal në shërbimet postare, duke integruar agjendat tona të përbashkëta për të pasur shërbime postare dhe financiare në kohë reale, të shpejta dhe sa më afër qytetarëve shqiptar. Ndërkaq drejtori i Postës Kosovare, Sidin Hoxha, deklaroi se bashkëpunimi i dy palëve do të ndihmojë për krijimin e shërbimeve të reja. Fal bashkëpunimet që kemi pasur dhe kemi me Postën Shqiptare, ne kemi lansuar dhe shërbimin EMS ose Express Mail Service, të cilën momentalisht e kryejmë përmes Postës Shqiptare, sepse nuk mund ta kryejmë pa qenë antar në Unionin Postar Universal. Gjithashtu kjo marrëveshje që sot e nënshkruam, padyshim që hap një kapitull të ri të bashkëpunimit me Postën Shqiptare. Që për vitit 2009, Posta Shqiptare dhe ajo Kosovës ka një bashkëpunim të hershëm nëpërmjet një memorandumi rajonal Shqipëri-Kosovë-Maqedoni. Ky memorandum kishte për qëllim bashkëpunime në fushën e shërbimeve postare, financiare, IT dhe logjistik.